Fëmijëria. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lindi më 5 shkurt 1985 në Funchal, në ishullin Madeira të Portugal. Familja e tij nuk ishte e pasur. Baba i tij punonte si kopshtar dhe nëna si kuzhiniere. Që i vogël, Ronaldo kishte pasion të madh për futbollin. Ai luante në rrugë dhe shpesh mungonte në mësime sepse mendonte vetëm për topin. Fillimet në futboll. Ai filloi te skuadra lokale Andorina, ku baba i tij punonte. Më pas kaloi te Nacional. Kur ishte vetëm 12 vjeç, u transferua në Akademinë e Sporting Sapë në Lisbon. Ishte shumë e vështirë për të sepse ishte larg familjes, por vazhdoi të stërvitej fort. Kalimi te Manchester United. Në vitin 2003, trajneri Sir Alex Ferguson e pa talentin e Ronaldos dhe e transferoi te Manchester United FS. Aty Ronaldo u bë yll botëror. Fitoi kampionate. Fitoi UEFA Champions League. Dhe mori topin e artë të parë. Epoka te Real Madrid. Në vitin 2009 kaloi te Real Madrid SAF për një shumë rekord në atë kohë. Kjo ishte periudha më e famshme e karrierës së tij. Fitoi shumë trofe. U bë golashënuesi historik i klubit. Fitoi disa topa të artë. Dhe krijoi rivalitet legjendar me Lionel Messi, Juventusi dhe rikthimi. Më pas luajti për Juventus FS në Itali dhe më vonë u rikthye përsëri te Manchester United. Al Nassr. Aktualisht luan për Al Nassr FS në Arabinë Saudite. Kombëtarja e Portugalisë. Me Portugal Nacional Football Team. Fitoi UEFA Euro 2016 dhe UEFA Nations League Finals. Ai është një nga golashënuesit më të mëdhenj në historinë e kombëtarëve. Jeta personale. Ronaldo është gjithashtu shumë i njohur për disiplinën e tij, stërvitjen intensive, kujdesin për trupin dhe jetën luksoze. Ai ka disa fëmijë dhe partnerja e tij është Georgina Rodriguez.